Hajpe? Që... Po një ella, pëse nuk ka rrezik këtu me rashme? Wow! Pa ishte... Rruga Tiranë-Elbasan do të vijojë të mbetet e bllokuar pa një afat për shkak të shëmbjes masive të tokës në hyrje të fshatit Ib, komuna Bërgjit. Autoriteti rrugor shqiptar e vlerëson situatën si tepër kritike dhe ka lëshuar një urdhër që ky segment të mbahet i mbyllur si për automjetet dhe njerëzit. Zona paraqet një rrezikshmëri të lartë dhe për këtë arsye rruga do të mbetet e bllokuar dhe banorët të evakuar. Për këtë punë janë marrur masat, kemi dhënë urdhër edhe për mos lejimin e këmbësorëve. Pas inspektimit në terren të situatës, drejtues të autoritetit rrugor deklaruan se ende nuk dihen shkaqet e ngjarjes, si dhe nëse është përdorur ose jo eksploziv nga firma ndërtuese, sikundër dëshmon kjo video amatore e filmuar pak kohë më parë nga banorët e zonës. Për sa i përket shkaqeve, jemi ende herët, nuk e di nëse ka patur apo jo shpërthime, por gjatë hapjes së trashësisë së rrugës, ndoshta janë metodat e kontraktorit dhe të punimeve që kryhen, por unë nuk mund të them nëse janë kryer apo jo shpërthime. Mësohet se kompania greke aktore cila po ndërton këtë segment autostradës Tiranë-Elbasan ka marrë urdhër për të nisur heqjen e masivit të dheut, si dhe po shikohet mundësia për ndërtimin e një rruge provizore për automjetet dhe njerëzit. Po kështu, ekspert të firmës dhe specialist gjeolog inspektuan gjatë paradites së sotme shpatin thuajse të shkatruar të masivit kodrinor, duke sfiduar edhe kushtet e sigurisë në punë. Do mund të flasim për ndryshimin projekti? Jo, akoma nuk kemi arritur në këtë konkluzion. Banorët janë të sistemuar, janë bërë kontratat një mujore për qeran, janë bërë nga ana e kontraktorit. Qeraja po paguhet në llogaritë e vetë banorëve, që kanë hapur një llogari në një bank. Ndryshe nga sa deklarojnë autoritetet, banorët thonë se nuk po ndihmohen as nga shteti dhe as nga firma ndërtuese. Na është thënë që për sot do shkojmë bëjmë kontratat e shtëpisë. Na kemi dhënë numrat e telefonave, edhe presim, po deri tani s'na ka marrë kush në telefon. Deri tani as i lek, as i qindark, deri tani. Po sot grupi i punës, i ngritur nga komuna Bërgjit, ka nisur inventarizimin e dëmeve në minimarketin e shkatruar.